Vlerësimi i riskut e kemi operatorët e biznesit ushqimor i kemi me risk të mesët, risk të ulët dhe risk të lartë. Në bazë të vlerësimit të riskut, që i referohem historikut, problematikave që mund të ketë një operator i biznesit ushqimor gjatë operimit të tij në treg dhe shumë faktorëve të tjerë, ata në bazë të këtij plani ata inspektohen. Dhe operatorët me risk të ulët e kanë një herë në 18 muaj, me risk të mesëm 2 herë në vit dhe me risk të lartë janë 4 herë në vit. Okej. Zakonisht operatorët me risk të lartë janë aty ndodhin edhe më tepër që mund të kemi problematikat janë në çdo operator. Por te këto operator është menduar që duke qenë që ata operojnë me një sër produktesh që bëhet fjalë dhe me shtresën më vulnerabël, siç është për shembull janë grupet e veçanta për fëmijë, çerdhe dhe kopsht, azilet, operatorët e biznesit ushqimor, prodhues, përpunues, të gjitha këto kategori kategorizohen me risk të lartë. Te plani, përveç planit të kontrolleve zyrtare, autoriteti për të ofruar një produkt të sigurt ka edhe pjesën tjetër që vepron me pjesën e denoncimeve që na vijnë nga konsumatori.